Show. Përshëndetje, Noldi, Erjoni, Bajrami, Ajnuri, Allegro Band. Sonte e hapen këtë emision kaq të mirë, kaq bukur, kena me e kallë sonte, apo? Special jenart prej Ravecit, prej Prishtinës, prej Shqipnis, sepse sonte do ta kemi një këngëtar shumë të mirë, që e qanë live-in, po është shumë kontravers për momentin, është shumë viral, e për shka është viral, që shkëshyra e atje. Do t'i thoi Mim Roma, Labi, Lab Regja, si e? E po, bas kërkeset që pata mbi 20 vite me taku, edhe me mboni mision ju, që dëshira ime ka qenë ka moqme, sepse unë juve ju privilegjoj shumë, ju qmoj si një aktor, si një moderator, edhe si një taman që kush dënë me qenë atje nalt, ku duhet me qenë i këngëtar, ti e ajo fabrika. Shka e mërë të folë, unë kishë përthu që 20 vjetë unë e të kum lutë. Ska lidhje, do të thotë unë kam pritë, sepse besoj që nuk duhet artisti vetëm me imponim, apo me shoqni, apo me klane, me arrit deri te ti. Unë e lo kohën edhe lo momentin, ja pra përsëri jemi bashkë. Sonte veç kemi me kall, a? Pa tjetër, gjithmonë, pa tjetër. Psa, dyshona? Jo, me qësh me dyshu. A di kur në gjia mërborë? A di që shkurt një? Mi se gjeta, kjo ka rëndësi. Prej kohës kur kënëshin insomnia, kur vishim në për koncerte, në për... Po shumë vetë kam pa hajrë me valon, bre. Kush ma ka pa hajrë? Të gjithë artistët. Qështë se pa është bë vetit hajrë, në veç ju tjerë të ma pa hajrë? Po vjen koha se Zoti kur bën shumë, një ditë nuk besoj që do të humbë. E prandaj ato të mira jam shumë garant që ti, Zoti, do ta kthen për të mirën sepse ki bu shumë mirë. A ki pa që në Gjakov thojnë ta pafshë herën, kur nuk thojnë ma pafshë herën. E vërtet është kjo. E na të kundërtën. Po unë them gjithmonë që inshallah Gjakov e merr edhe dorë dhe politikën edhe gjithë se ju jeni të mequr shumë. Vallai, e kanë marrë tjerë të herën dorë. S'pë na lojnë mi marrë dorë kërkosh mo. Ja, vjen koha. Janë, ka ala fëmija ganë. E shka ka bot me ti, la, bë mi dit? Asë gjo, falenderoj Zotin që gjithat mira mi ka dërgu tash Zoti, biznis po ecë shumë mirë, sigurisht që në biznis ka edhe të poshtë edhe të nalt, edhe do njerë edhe unë kaloj disa sfidat jo të mira, por Zoti sfidon ata që i dënë. Cili biznis për jesë mirë, nalë me ta shë që të sanë? E këtë satë e falenderoj shumë zonjën e shtëpisë së parë në familjen Regja, Laureta Regja, ajo që më ka ble, e kështu që e falenderoj. Versace, a? Po, është e kushtueshme. I ki po senët? Po punojmë na, gjithë po punojmë na. E di që punon moti arrejnë për media të bo gjatë filma bën. Shumë je për filma babaje. Pa është shumë e lehtë me bo nëse do në skandale, është shumë lehtë edhe me bo edhe gjëra të mira, po unë kësa kam pa në këtë popull shqiptar, gjërat e këqija njen më shpesh se gjërat e mira. Po unë i kam nëse themi për 1 deri 10,
cilat i bëj më të mirë, unë i bëj deri 8 i bëj të mira. Po 2 i bëj sa për vëmendje. Sa mi majtë emnin që aty, vëde, po. Ata që thënë Zbritja aksion. Në për komente që e shoh donjëherë lexoj se nuk më lodhin shumë ato që i lexoj, edhe bullizam, edhe mu vetëm më vjen shumë gjëna se ne jemi nga disa persona e vjen shumë keq, sepse ne jemi popull shumë i vujtuar. Ne jemi popull sa po dalëm nga lufta. Jo ma që mi dalë që tash për luftës? Po, mu i them që tash, sepse... Alon luft jemi? Okej. Talëm që shpo të Këtë jetë është luft? Edhe, po, pa tjetër. Edhe gjithë këto sfida që kemi kalu si popull shqiptar, edhe më në fund, kur e shoh disa komente fjalë banale, ajo po më pengon. Ti mund është bësh komente, po bëj, domethënë komentet fjalorin konstruktiv, edhe që bëjmë debat, edhe në fund, përsëri ne nuk duhet të dalim me konfrontim, sepse nëse ti më thuni fjalë, edhe unë them një fjalë se edhe unë jam djali dikujt. Jam djali dikujt, kam dikon daj, kam non, kam një vlla, kam motër, kam agjallar. Do në mënu me kohë ato sene, jo mos i bëhet e madhe kështu, mos ne ka dalë se kom. Okej, që unë e japi komente edhe kam sharë besa që unë i kërkoj falje disa artistëve që kam përgojuar donjëherë, po doshta edhe me drejtën time, po ka qenë momenti, atër kam pas emër shumë të madh ata, edhe unë doshta kam kënu ma shumë më mirë se ata. Por nuk ka qenë momenti që unë mi përgojur, mi shajt o më fyr. Pse u shtyshe me ta? Me plët jeshti? Po... A në ashta me bo emën? Jo, në atë kohë jo valaj, vetëm që kam ditë që kënoj ma mirë se ata, edhe më kanë, do më thënë, unë jam shumë një person i ndishëm, edhe më baj vetëm, i baj më brandësi time, edhe tani ajo më kanë diku shumë edhe në shëndet. Edhe kur e kam pa që më mirë është me qitë, se me bajt vetën në vetën time, edhe tani, do më thënë, mu gjithmonë kur kam këndu në insomnia, mu gjithmonë kanë lonë, nëse ka arë momenti me këndu, kanë qitë me këndu, nëse jo, më kanë lonë fundit, kur ka pas edhe 5 persona. Veç me mush bira, kemi pas mramjet që i moshin në lëqin njonin, kur e bëjshin programin, dhe kemu për mleni me mush bira gjitha, sa me bëdi. Ata i dishin që jam i mirë, që më falë, që kam talent, që kam repertuar të gjërë, por edhe ajo kohë më kanë diku shumë edhe në shëndet. Lab, po. Je shumë aktiv që tash me Big Brother 4. Po, kam qenë preferdim. Edhe në treshin ki shpurdh gogja shumë për me folje, je marrë për me hije, qka du që asi, po në 4-shin je të lypë me zër me hi edhe s'po të marrin. Pse? Më falë, nëse është fjallet që s'po marrin, do shta ta themi hipotetikisht, apo ajtë themi të thojza, do shta unë e kam bë kontratë. Do shta se kam bë, do shta është... Mos bën e gara. Falë, do shta është edhe një skenari im, do shta edhe me politika që në skenari im, kjo është ajo loja. Në atë pikërisht publiku, disa nuk i kuptojnë çka do të thotë para se imi mbrëndet kërkojnë ndjes për të para se me himi të rregu që unë jam shumë i fuqishëm. Aje ka do me në thonë që ti edhe Big Brother keni bo marrëveshje që me bo shumë reklam që... Nuk thash që po, po ndoshta edhe po. Nuk thash që po, po ndoshta edhe po. Ku për di tha? A keni shumë kontrata jo? Më falë si telefoni. Orna. Olsa. Do me folë me labin për të përshëndet. Po thot jo, kontratën hala se kemi shtypë se për interi dishka në ka dalë për sistemit. Nuk thash ashtu. Une nuk e thash dhe më thënë që kam shkrujt kontratën. Edhe nuk thash që nuk e kam shkrujt kontratën. Ajo është dhe më thënë dishka sekrete. Shtu që valem... Na duhe me supozua. Une e di që aftësia jote shumë profitabile, me ndoj e ki aftësi me përfituni, me qitë një person dhe me të regu realitet në fund, po nuk mund është të jadalish. Të ti jo, a? Mi, hajtë kalëzëm drejten për ative, se në emisioni do është me folë kaj shka është. Okej. A ki folë, as ki folë me... Pa tjetër, po. Ki folë. Kam qenë takime me zonjën ndëru me Olsa, edhe më ka pritë dhe më ka përqy shumë, ka qenë cool, fani, shumë një person që unë kam dëgju fjallë të prej disat. A thojza, shumë egër, shumë e papërshtatshme, po me mu ka qenë shumë një biset konstruktive, një biset këndshme, shumë... Tja kishe qef më kone egra, buta? Po, unë e pritë që diçka tjetër, pak mos me më pritë mirë, më konë shumë agresive... A dhe më thonë ti tegra, ti do ma shumë tegra, ta? Po, sigurisht, po, edhe natën edhe ditën i du, edhe sabah. E kështu që, okej, edhe kjo mision është pak edhe humor, të bëjmë edhe pak humor, besoj. Po, dhe? Me respektin më të madhin për Olsen, një për producentët më të ndoja shqiptarë.
Tani, unë kam bo një gabim atë, të cilën bisedën, sepse takimi që ishte, që më ka bo me atë, ishte, ka folë kryetarja jonë Rovena edhe Xuzi. Unë kam shumë respekt për ta dy, sepse edhe kam thënë, po inë tem tjetër, kam thënë edhe këta që hinë Big Brother, ose që kanë qenë. Qka bas asaj nëse nuk kanë qka me dhënë, që nëse nuk janë humorista, nëse nuk janë aktor, nëse nuk janë regjisor, nëse nuk janë sportista, nëse nuk janë skenës, qka japën bas asaj? Më thënë, haron, nuk është ajo VIP Kosova tiktokera, është fjala e madhe, është VIP. Fjala e madhe. Unë s'moj me quj vetë VIP. A di kush është VIP? Rita Ora, Dua Lipa, VIP është Elvir Morici, ata janë VIP botnor. Ti je VIP shqiptar. Po edhe ata janë shqiptar. Po ata janë VIP botnor. Edhe ata janë shqiptar. Tona ja. Do të tëtë. A bune golla? Më falë? A bune golla? Jo, e dhash gollin, po... Okej, se zakonisht ta lojtarë, tonë kërë përbojnë goll, përbojnë kështu thash. Edhe unë e kom bojnë screenshot, a thiret ashtu? Screenshot? Ja, screenshot i bje dëgoja që shetë screena. Si thiret? Screenshot. Shot, okej. Edhe, sështë edhe marrë edhe mos me ditë. I pa dituri... Për shka, jo, është fjale uje, nuk i nevoj mi ditë. E tani, qka o bo, unë ja tërgova të Zuzit, po nuk më di që ja del asaj, që unë ja tërgova, falenderoj, shumë e falenderoj, edhe Besa, fali. Tani unë kam një familje. Duhet të më relaksu pak familje, më ja tregu që unë kam një ftes, edhe më ja tregu bashkëshortës, që edhe për kena pas pak, ajo po jeton Zvicër, unë jetoj që 4 vite Kosovë, kur është laksia, është pak... A do është të mi kalzu gruste, mi gzu? Jo, pak me... Jo më në qëfarta e s'ka dëshirish, po tani ka dalë, pak me marrë me të mire, familje, se nëna kënde, edhe doshta, them thojza, Zojnë e ndëru me Olsa ka kujtu që unë do t'i tregoj gjithve, po unë mas pare gjërat konfidenciale. Për mu janë Besin edhe qitën e një thësar, edhe përfundojnë për jetë që nuk del prej, sepse nuk jam njeri pa bes. Më thënë, nuk jam kur bes prem. Më thënë, unë e kam pas, doshta, thojza, s'po them që kam pas edhe njerë, ose kam pas, kam mujtë të hyjnë në edicionin e parë, ndoshta, që t'jem kunder miku tim, shoku tim, stresin. Po nuk kam pranu. Po nuk më kanë thirë. A ki Jozin, a ki stresin? Falë, më kanë thirë, jo direkt, po indirekt më kanë thirë. Forë që në diçka përmes dikujt, përmes me inë ky, si do të lush lojnë ti me stresin, si stresin është miku im i shpijes. Familja e ti, ne jemi si një familje. Cilin e ki ma shoka, Jozin a stresin, se dhe Jozin... Krasot me Jozin me stresin, se une stresi është që 20 vjetë s'ken. Jozi është s'ken. Ande Jozi është na i rrit, është s'mundë taj, s'ka Jozi unë e kam njoftë si djalë mirë, edhe besoj që është djalë i mirë, ka shpirt mirë, këngëtari është i mirë malsor, do të thënë nuk është një këngëtar që wow, unë e di sa këndon ai. Ja, zonin e ka të mirë. Unë e kam kry shkollën muzikës, jo ju. Pa ti e ki kry shkollën, po unë e kam veshin pa shkollë, po... Po ndoshta, sepse ajo është mundësia e Zotit, se Zotit ta jep dhe s'ta jep, dhe thotë që shkollat bën me qenë muzikant. Shkollat përmison. Më thonë që të jesh njohës më i mirë i muzikës. Edhe Jozin e kam pas shumë shok dhe e kam, kemi këndu mbi 3 vjetë bashkë, në një diskotek afër Bas Vilnov, Bas B, dhe më thonë, po në aneks në diskoteka, unë, Evzi Kumanova, kemi këndu shumë bashkë, kemi qenë shumë miqë të mirë, ata dy djemë që këndojnë a i disat shumë të dua këngën. Okej, po këthejmë të ti, po të kuptoj, pas këtë dytë shok, Ja, nuk e kam shok, sa e kam me stresin. Stresin ma shoka? Stresin nuk kanë lidhë neve, Instagrami, në asë follows jemi në më zveti, asë Facebook, neve në lidhë mitësia familjare, sepse unë e një është që për vitit 2000-ën, edhe është njeri ndërkëngëtartë që më ka dhënë apsirën që me bo këngë me atë. A pe telefoni? Telefoni. Vërna. Jozi, po të përshëndet, po thot jam të ju pa shumë bukur, po dokni, po thot këna dhe nej sanë, dhe jo veç mua bet. 20.000 vota për thot për me i ki që fsehin në Big Brother. Okej, Ozi, faleminderit, tu po përqet. Për me? 20.000 vota tha i ki për me. Pare jo 20.000 vota. 20.000 vota ka 1 euro 20.000. Pa i meritoj unë, sepse tash dashe pa dashe, unë e kumë bo edhe pak edhe reklamati, e kumë bo pak bushme. A nuk e kupton disa... Po këthehem, e di që shak i bo këtë. Se ti, sa herë që është dëshka interesant, ti e shti hunën aty edhe e përzin që vishin krejt e bën. A ki pas si do bia qpis që janë. Bashkëra na e ma interesant,
ershojnë ka i fjallë që është klap. Pa ashtu duhet. E di. Je maestro për këtë punë. Po. Si çka ndodhi mas i qitë screenshotat? Do më thonë ta anulloj, a? Jo, nuk ka anullu, tash nuk mujtë flasë sepse është sekrete, po unë e di që do t'i javën e parë, javën e dytë, do të kërkoj, nëse do jem brenda, do të kërkoj televotim unë kundër gjithëve. Këtë ju premtoj edhe përmes televizionit tuaj, edhe jam falendrues shumë ndaj Zotit, ndaj ty, ndaj ku do mi bëhet televotim? Kur jemi në shtëpi brenda, do të kërkoj televotim kokë për kokë gjithë banor me mu. Po unë produksioni nuk do ta akcepton ato sepse i bjen kjo që unë nëse jam do të jam vetëm në shtëpi. Nuk ka mundësi ajo. Allah më nxesemi ka presim të panë Big Brother. Por televotimi ka qenë, pra edhe nuk kam votuar në askush për familjes time, ju betojnë në Zot, aty të kush përkulëm 5 herë në ditë, edhe të them me plot bindje që asnjë shok, asnjë familjar nuk kemi votuar. E kam lënë publikut dhe kam qenë 51%. 51% për, 49% jo. Ajo ka qenë drejt për drejt. Do më thonë me vota drejt për drejt, krejt populli kanë votu kërë Merrem me pa Imrana. Çka do të bëhet? Pa Imrana. Për më ti, me bo me Imrana ose me bo me hinë parlament, ai kush Albin Kurti edhe mi nxi 42% të 5% jo. Unë e thash, Valon, unë e thash po të kishin marrë çfarë sa e ko marrë seriozisht unë këtë punën. Po. Qeveria për 24 orë kishin bërë qeveri. Domethënë sa e ko marrë unë seriozisht këtë punën. Peti sa ishte dominante gjithë të media. Pse s'po përzihesh edhe në politik? Masi po të hetë që shtu mi përzi? Nuk do të thotë që s'jam përzi. Unë jam duke ndihmuar dikujt tash për tash në Ravec, është personale, edhe më ka ardhur edhe oferta për drejtori kulturës dhe sportit, por unë kam ndihmu shumë në këtë lami kulturën dhe sportin në Ravec, kam dashur me ndihmu, por duhet shumë punë. A je ma VIP-a në Ravec? Ma VIP? Në Ravec, a ka në Ravec në kush ma i famshëm se ti? Është Agron Sokoli, është Zakir Popaj, është Fatmi Pista, është Naser Dula, kush mërtet Këtë janë, po, plot. VIP ka shumë. Jo veç Fatmi, është dhe Florent Pista, këtë muzikanta i tha. Edhe Florent Pista është la gjitha VIP që albumi i ti ka dalë treg në për gjithë Evropën, tash është dhe të bëna dhe unë familjarizëm pak. Flasë për vitet para pandemijës, është vllau tim, Loni AK27. Ai ka kryer shkollën për mastering, edhe ka studion e vet, këngëtar është i atashëm, kënon R&B, ka këngë shumë me stresin, ushtari rrugës, është ideator i shumë këngëve, se kompozitor është shumë fjalë e madhe. Kur po dëgjoj të shqiptar që po thënë kompozitor, po thënë farmacist, doktor, kompozitor është fjalë e madhe është ajo. Po tash po dhe hanë forën e kompozitor Elir Berani, po s'është Elir Berani kompozitor. S'është? Çfarë kompozitor Elir Berani? Pse? Tash fëmia jam kur dëgjon televizion, ata e lajmërojnë këngëtar të njohur, mos të ceki me emra se nuk bën. Nuk është e drejta edhe me ligj me çka. Sa më boll ka hite Elir Berani, po thonë nuk është kompozitor një. Mund të ketë sa dushite, edhe mua më ka punuar një këngë. Po. Rrugaçit e Banofit me titull, ka gjarë kënga shumë mirë, Virusi ka punuar, ama ai nuk është kompozitor. Çka është ai më? Ai është ideator. 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 Ideja, më falë, ai thotë që është ideja. Po, domethënë ai i gjen ideja, i vjen ideja aty për aty, ose ka dëgjuar shumë. Po çato ka kompozitori, më ardh ideja dhe më çit nota. Kompozitori është fjala e madhe. Domethënë ti duhet të kryesh shkollë mes muzikës, shkollën e fakultetin e muzikës. Tani si po të flas pak për medicinë. Internist, mas internist. Unë s'kok nga kompozitor, se unë vi shkollën e ulët muzikës e kom kry. 4 vjetë për violin. Po, nëse ke kry shkollën e ulët, ma jep një kujt akord moll për AES. Ja, nuk kom... Që? Ma jep një terc për fisit të naltë. Terc e vogër. AES? Ja. Ngo. Nuk është AES. AES është zbritës gjis. Ngom. Unë e thash me shkollën fillorën, 84 në kompjuter. Se shkolla e ultëm. Solfeggio e era një kam vetë. Solfeggio, okej. Solfeggio e to vetë. Jo, më të vetë unë për gjithë shme. Ja, po kujtëm që... Nëse ti ke kry shkollën e ultë muzikës, plan programi, se unë e kujtim Nushi, Kastriosade, kom pas klasë shkollët muzikës mesme. Kërë konë në shkollët muzikës, të si koni Leno djanë. Ani të po të vesit ashtë, unë e po të kalzoj, 84 një kom kry 4 vjetë shkollët muzikës violin. Ku? Në Gjakov. Ka pas? Shkolla, qysh. Sefedin Leshi Ndirë, ka qenë profesori i violinës, dhe më thonë, a i ka qenë shumë profesori mirë, po... Kërkojnë djesë mundim edhe me haru. Jo, sa babety që ka qenë drejtori shkollës muzikës, kemi qenë gjena. Bile në festivalin Gjakova 85, më doke, Gjakova këndon, 85, të majke edhe për 3 edhe për fëmi, edhe për të mdhaj edhe për fëmi,
ju më konë në atë orkestrën aty me violin. Mëse edhe po të shkon violina. Se i gjatë. Se kom dasht kur. Pse violina Se kom dasht. Violina është mendoj që instrumenti më i mirë Ma i bukur, po. për zemrën. Do thotë është S'ma ka dasht. Është i vetëm i sant që s'm ka shku. Nuk e di vlla, ku e Fal, kapsha. tani që ti- Më duket që po mbinë flokë ty. që ti tregova disa gjëra. Muzikë. Violin bile kom Jo, pas kam më mirë, aftësi- kom pas 4-4 Nuk o kom kësi se fëmija kanë pas 2-4 1-4 vogël, këtë 3-4 më të mirë. Horkën e kom pas kështu që kthehet shumë e mirë kom bile. Po kush se don në jaran. Nuk e don. Anë qeta, më thonë, ti ai prodhimtaria, fabrika e shumë artistëve. Edhe unë jam shumë i Nejse, posur. se s'pëdoj me fol për Ja, jam doj i me me fol posur për atyre që kem nuk të jam fol për falenderus. Lebron. Çka ka bëhet tash e tuhi as tu hi? Unë jam i sigurt që do t'jem aty. Masi të bëhet votimi. Po, nuk do t'jem në fillim, po do t'jem aty, ose ka nisë edhe kërkesa edhe Shqipërisë, po e them aptas. Big Brother Albania të kanë thirr? Nuk më kanë thirr, po ka nisë disa, do më thëmë, po më shikojnë story në Instagram, edhe se unë, më falë, unë aty nëse shkoj, nuk jam duke shku me bo përqarje. Nuk jam duke shku me mu ose me lëndu diken tjetër, sa edhe aja është djali dikujt. Unë jam të shku me dhonë një mesazh bukur, kultur, edukat, dituri, maturi, edhe tema të bukura të cilën mund të ndihmojnë edhe familjet tona në përshpia. E ke marrë që detyrë në veti ti. Pa tjetër. Po sigurisht kam edhe Mi çu këtë popull përpara. Shumë gjëra para të shumë artistë që më kanë bullizu, para 20 vite. Do t'i tregoj emrat aty. Kush ka bullizu? Kush apo kur? Kush? Pa 20 vjet vetë vetë aty. aty. Aty e kom lënë, domethënë, brenda, po janë, po, Kur ti në aty ke me kallxu. patjetër. 100%. Qofse fol për mua ka rran. Ja, Unë se kom bullizu. kuriq. Ha? Respekt i pas gjithmonë. Ja. Unë e pranoj që të kam qu lajme përmes disa menaxherave, por nuk kanë ardhur kurrë. S'pëdojmë ja për emën se i bojmë të famshëm. Jo, po. Hiç, s'pëdojmë ja Unë për kam dërgu shumë herë që me qenë në misionin tuaj, po kur s'kam qenë në gullëm, së do më thënë me ardhë. Ti ke mujtë marrë në mision tonë veç më pas kallxu, që e intereson. Se ti rreshe në Zvicër, ka herë marrësheshe ka i fjalë. Po, ku Na një herë kemi folë kështu tamam kur ki dash mi bo një farë videoklipi që më ki pas tonë a bën më ardhë me ma lujtë babën. E vërtet. A të kujtohet? Po, ka luj tani Adisheu, Ramet e pa shpirti, se shumë e duat, shumë e kom dash si aktor, edhe ka qenë der aktor më të mirë për mu, për monodram. Unë e kujtesha që për bën ai gara me mua, dhe ja për ma lunë babën, që fa fjale kjo. Të kujtohet që atë kur pas thonë. Ani se që Të thash jo, unë s'luja si role, shikone edhe kush me me qenë lujtë edhe në në unë. realitet, nonën e kam shumë të reje, kështu që nuk është problem. Jo, pa ta thonë që ki nej spot nej kuj mja lujtë në unën, po vi se nuk di mi lujtë babën. Qëre, mami jem, unë e falenderoj shumë, edhe e përshëndes përmes televizionit tuaj. E përshëndesim edhe na. Ajo lumturie, më të zojnë e lumturie, ajo tani ka 59 vjeç, edhe është një zojnë për mu heroin. Sepse Bravo, në ka rit. Bravo për gjitha nonat që kanë rritë dhe pa burrin vetë, non vetë babë. Po, jam Bravo. shumë falenderus sepse ajo 37-38 vjetë ka met pa babën tim. Edhe ka mund të vazhdoni jetën e vetë. Atëherë konë ma marre, ma s'nejnë për Përbes edhe sot e kësaj dita ajo në zban fësyrën, edhe është një gru tamam. Po jam shumë falenderus. Edhe Zoti edhe Kur'an edhe Bibër më duke që thotë që nëna është përkulimi, përpos Zotit, përkulimi gjithmonë edhe për nënën. Thotë, gjeneti është në kom të nonës, ashtu s'pa ku thojnë. Qëfëse s'jom gabim. A dëmë naknu pak një kongë i herë dhe mase kime më kalëzu këtë që farloje kime bon në Big Bang. Unë jam i gatshëm për ty, edhe të kam kujshi, edhe të kam pas ti me shumë familjarë të mi ki qenë shok dhe je, ki punu një kohë gjatë në Ravec. Po, kom punu në Sebeja. Natë konsiderojmë si Ravec janë, edhe unë e them që Gjakova me Ravecin ka lidhje shumë fistiknore, dhe më thënë familjare, edhe biznis, edhe shoqëri, edhe me Prizrenin, po kohën e fundit më shumë edhe me Gjakov, kështu që unë e them Gjakova dhe Ravec është një. Edhe atë ditë që do dojnë Gjakova si mu këngëtar, atë ditë për me kje këngëtar.
Ashtu mendoj unë. Edhe kërkojnë ndjesje donjëherë, sepse duhet me ditë se donjëherë për me arrit nëse ti nuk mundesh me arrit me atë që je i fortë. Edhe dush me nguz donjëherë do një këngëtar shumë të fortë. Edhe unë kërkoj përmes televizionit tuaj dhe kërkoj falje shumë shkëzeni e tishit të mallit sepse që aty ta kun pa marrë pak i natë. Po Ma ki pa ngut zenin fort. Po, e vërtetë. Pi kërkon falje. Unë i kërkoj falje dhe më pa qenë faj, sepse dëgjoj, unë mendoj që njeriu që është që i përkulet Zotit, edhe njeriu që është i drejtë, edhe njeriu që kërkon falje, ai nuk ka Zoti ka thonë edhe Kur'an, nëse ti nuk ka fjalë tjetër përpos më fal. Edhe unë e kërkoj, a kam qenë faj apo s'kam qenë përsëri për kalibrin e tij, edhe për emrin e tij, edhe atë që është perla shqiptare kërkoj falje. Që sa djali mi e bo, apo na kënë një kongë, mas ne vazhdoj ma betaj. Unë shka vazhdoj me fole frishi, ma mirë me kënu, gomu. Ma mirë, edhe unë po thonë la. Edhe la. Jesmer, semër po ta fali, o se shumë të dëm jo qika, shumë të dëm kje djali. Jesmer, semër po ta fali, o se shumë të dëm jo qika, o se shumë të dëm kje djali. A u gëzove pak, a jo a? Ej, po, unë një plak, mos e më shtimove këcy. Kush plak? Si në Se mo besoj. për kësi sene. Se besoj. Shtër në intervist. Qëre, frim s'po mund me marrë njëri, qaj bonët mërë? Të dalë me jarë që 5 stenta këtu, Jo, se kom ditë vallaj. Sa stenda ki? 5. Au, 5 stenda. Gjatë kom pas qef shumë dëshka. Shumë, Edhe asa? të stentat po. E, muzika ke, Po, orkestra e mirë, i kom Me këta i të bo. kombinu, Jo. paka shumë, Shqipëri, Kosovë, bashkim, kombëtar. Është
prej 2006 do të thënë që jam në skenë me darsma, mendoj për kur kam fitu letra, do thot për herë të parë që 2 vite, po ky vit është për herë të parë që jam qetësu, mendoj që e kam gjetë veten me këtë orkestër. Je rahatu më në Jam fund. rahatu, falit, sash që gabova qetësu. Më thënë, jam rahatu, edhe tamam djem po më gojnë shumë, jemi si një familje, s'kena kur për qarjen e mes veti, po shkojmë shumë me vullnet, po kthehemi me vullnet. I falenderoj gjithë asmor që na ftojnë, posaçërisht luginën e Peshevës Bujanovsit. Jemi shumë të kënaqur, Maqedonia po ashtu, Kërçovën, Gostivarin, Shkupin, Kumanovën, domethënë kemi pas shumë dashur si vjet. Edhe Kosovë tani është shtu shumë tregu, edhe në qytetin tim që s'kom pas darsma më herët. S'ki pas më herët, ha? Jo, kam pas tani unë mora pak tregun në Karadakut, Ana Moravës, Këndej, edhe po tash ka nisë shumë kërkesa. Sigurisht që mu nuk unë venom pak a shumë. Shka bojnë orkestra ti ku të shkone në Big Brother? A di që i le pa punë? Ja, nuk i le pa punë, sepse unë do t'i kërkuj të vinë orkestra aty një natë me bo muzikë me mu. A të vinë, po dars maksisen, ata tash tip me hi banor, këta me të këshyrë, ti ka pahan aty pa para? Ja, kanë fitu, mjaftushën verës, kështu që kanë. A prit një 3 muaj këtë desa tipit? A i donë mas një parat me këta? Kur ta fiton çmimin? Ne nuk i them asnjëri që jemi shef apo dikush për neve, me qenë se edhe unë kur e goditi darsëm, edhe kur i ndajmë pare këtë bashkë, domethënë edhe na jena shefa krejt, domethënë mund ta thirrësh kur të duash. Po, veç qoftë i fiton 200.000 euro në Big Brother, a i donë me këta? Unë do t'i daj patjetër, po jo me krejt. Jo, unë jam i sinqert. Jo krejt, por do t'i respektoj. Ka i 10.000 po? Ta këqyrim, patjetër. E thash patjetër. I ka pak punë të ngushta di derisa të ratohet, i herë se mas nëj. A kur ti, se ky çdo vjet do me hinë Big Brother? Çdo vjet ka 200. Patjetër, po patjetër. Ku të hinë aty, çfarë strategjie ki? A do, për shembull, zakonisht kur bojnë strategji për me hi loj, thonë duhet bo çift për me pas sukses. A do me shumë gabim është ajo. me nej femën? Me qenë se kur bon çift, më thënë për çak asaj ose ajo, edhe prandaj shkojnë deri finale, sepse nuk je ekin për shkak asaj ose ajo, edhe ajo është gabim. Nuk do të thotë domosdo mu bo çift brenda, edhe me arrit. Ti nëse tregohesh maturi, edhe tregohesh shumë lojë të përsosur është më zoti, kërkoj falje, po tregon lojë përsosur me edukat. Edhe që edhe njerëzit mund të përfitojnë prej teje diçka, unë jam garant, dëgjoj, unë kam shumë kritere, domethënë kritika në komente, po mu nuk më ka dhënë mundësia diku 24 me 7 me tregu çfarë zemër kam, çfarë shpirt kam, se në televizione ku kam qenë, për shembull 3-4 minuta, 5 minuta, ata e kanë kap, janë bo regjisor, skenarist, kamerman, edhe kred me njetë edhe ku i ka interesu ma shumë ti like që ka, edhe to i kanë, edhe titullit pa këndshme, pa dëshme, normalisht që bota e virale. Po, veç nga më e herë se që dështan jam të jetë nga më e herë se ta shemë si politikan, qesi. Je ka folë kejtë që përda. Që se vje puna më bo qift aty me konish kishe pas qift më bo qift? Jo, unë do të bëj një, okej, për herë parë do të kërkoj, vetëm i sen po të tregoj pra. Unë do të kërkoj një martes bëhet vetëm me grujen time pasi s'kam bo martes kur jam martu, edhe kemi pas sigurisht disa konflikte në mesveti, kështu që do t'i kërkoj falje shumë A ti do mi boj darsem, ose s'ki boj darsem, mi boj darsem aty? Pa pare dhe? A kam i? Pa pare. Ata që jem, pa kam... Po vishë ti thirin me safirt ata, nuk mund është mi thirë vetë. Spaku vjen nusja jeme, kjo ka rëndësi. A ki ble unazën bile? Po, edhe unazën, a që më ka dhënë me atë unazë, e zotë. Parë një 3 jave, 4 jave, bleta unaza, për me e ku ble. Në më thënë se, ajo ka unazën time, sigurisht, po unë e ku mu pa atje shkollë muzikës ku shkojsha, edhe mos me mpa ata që jam fiju, edhe eksha. Hike, qite, më edhe ki u pëkajt. E ku mu pëkajt. E pëse çdo ishe me të pa që i fiju? Po si i ri, a di me tregu me njerë, se shumë i ri, edhe më thëshë që shbeti e fiju qa që i ri? Avanturista për shka? Ja, s'kam qenë. Jo për avanturista. Po si i ri, vi ke marrë me tregu që janë feju, a ku di une. Ka qenë aja së kohë, tash kush ka jetu kohën 97, 8, 90, du të me kuptu, që ka qenë pak edhe marrë para babës me dalë me bashortën, kanë qenë pak... Dhe me thonë ti s'do mu bo qift atje? Jo, që shumë bo qift unë... Për loj mërbur?
Po pse mi tregu gjitha unë? Pse duke insistuar? A do me gatu atje ku të shkojnë? Unë jam shumë kuzhiner i mirë. Do më thonë, pitë, krofne, gjërat të detit jam profesional. Do më thonë, sepse, për shembull, një aktor ose moderator brëm ka përqesh pak në edhe qyshti sushi, kështu. Dëgjo, ne kena shku Zvicër, Olti Curi. E ka përbuz disa mesazhet e mia para 5 vjetë ku ja kam dërguar. Komjaran, mos manguc. Edhe tani çau ndodh, ai nuk më bje pa psir mi ja tregu. Unë kam shku Zvicër, s'ko mujt me njerë më kon doktor aty ose profesor. Edhe nëse ki kryt të shkollës, ti s'm punon me njerë doktor aty drejt sa vend. Edhe kom punu baushtel, kom punu sushi, domethënë kuzhinë japoneze, sushi janë profesionale asaj fushës. E sushi është gatim, njësoj është pak si këta shkafura. Jo si është san sushi. Si ato perdet e shilta për para që i pështelshim, orizin ato mi bo gullomuq. Ushqimin e japoneze du shumë, sepse japonezët janë shumë pastër, ka higjiena. Edhe ka ushqimi, kuzhinën e kanë më të pastër, mendoj, botë. Më të pastër edhe më të shëndetshme, higjiena me temperaturë, me kretë janë shumë janë skeptik, janë taman ashtu si duhet. Pas kanë më knoq aty në hefshtet. Po, kuzhineri jam shumë i mirë. Kuzhinën, nëse i aty nuk do t'i loj se jam shumë jam i ndishëm të... Veseli. Zotin Arujt, më kam su nona dhe bashorti, ata janë katastrofë. Vlla, kur po shkoj shtëpi, se është gjatë javës po vi këtu, vikend jam atje. Edhe une nuk i du shumë kurosë, dhe më thënë, erën nuk e du. A teket? Pasha Zotin, ajo nëna jeme, edhe ajo bashortja ime nuk e di burë. Shdo 2 ditë perdet i lajnë. Hekin për të ja? Perdet i lajnë, nuk e di, vetëm perdet, nuk i kuptoj ata. Shdo ditë, tretën ditë, shdo ditë, ata ose shdo ditën dytë, është të vërtet që ti e qa që i pasër që edhe votë, kur ti zinë mas parë i lanë vota? I lanë vota, okej. Ta shë atë kjo. Une zakonisht 1 muj, 300 vezet e flonzës i pi. E të flonzës? Po, i pi shdo ditë, 300 muj, dhe tani 1 muj pauzoj, tani vazhdoj përsëri, po bio. 300 ka 10 copa? 10 copa ditë, po. Për shka, për zoa, për shka? Për gjitha. Për është antikancerume, është imunitet me pas më shumë, është për sy, është për zemër, për çakullimin e... S'pëllojnë në radë lajën të në këqyrë. Orna. Mos për në thotë bingo, vëllat, diçka kena fitu pare, inshallah. Po. Orti Culja? Jo, Olti jo. Kush? Nuk ka thira la se s'ma ka numin. Olsa për Olsa? A peta? Po. Po, falemderit Olsa. Po thotë, koke djalim je për te? Ku kam djali mirë, apo s'jam? Koke. Po thotë që ta shpi kuptojnë, ashtë ta që shtipi ditës parë. Që shtë tha. Mu i mirshu lajmet edhe në lajme në gojëm, shështë. Ta shtë dalin këto portalet kalzojnë. Kjo kohën 1950-ën. Ja, tjetër është ajo, kjo është këse plastikës. Dëgjo, sinceriteti im e din vetëm Zoti dhe arritjen time me mund, me qërë shiko, me jetu një person, me pas barën e familjes babës tem, barën e fëmijëve të mi, a shumë e randë. Vetëm ai që është pa babë, mu me ma ditë mu, sa barën e kam familjes. E sa kum pas, pa letra, i rrim ka tek baba, kalon dhe më thënë gjitha dorëthime, se po emocionona shumë kur po flasë për baba, shumë se s'kum pas mundësi me vëros. E kum pru vetëm trupin e ti, përmes telefon, përmes avionit, aeroplanit. Edhe është e rëndë ajo. Ma e rëndë ka qenë, tani mund të pyesish kush e vërosi babën tim. Dur të gjyshit ti. Dur të babajt vetë. Vetë, po da është shumë rëndë për prindin me vërose vladin. Po se ka pa ajë, do më thonë. Por një fatë, falendëroj Zotin, ne gjyshin e kena pru atje. Alla ja me ja bu një letra, me vizit, edhe sa u gëzu kur e ka pa, ajo të dalë edhe ky, dhe më thëmë, diçka është e pa u falë, më synon falë. Pije pa ku, që co, nuk ke nevoj me... Ta shtu jemi edhe ma shumë për Argetim, pas edhe rritiri po në afrohet, po kur po më prek baban, unë jam shumë emocionum, edhe shumë po vuj. Merë me 21 vjetë, 22 vjetë që ka dek, une, nëse them, ala s'po muj me pranu, jam kundër Zotit, sepse, po, ala unë jetoj që është ai gjallë. Edhe po të kishtë të qenë gjallë ai,
edhe shumë baballarë të tjerë që kanë unë babajt, fsha zotë nuk ka më fuqishme A mendon që do të kishte babën afër. A mendon që do të kishte me qeni i lumtur me jetën që ki boti? Me sukseset që i ki arrit, me mënyrën që i ki arrit? Pikërisht për këtë do të hi brenda, sepse ai para se me dek, më fali, ai para se me dek, thash se po mërzitër, se erdhi mjeku, edhe i tha ke 3 ditë jetë. Edhe janisi lotët mi dalë, si kur mu tani zemër shpirt mrenda. Po jo që në këto lote për mu viktimizu, për këto janë lote të aman shpirtit, të vuajtje, edhe të mërzis. Edhe tha, nuk jam të mërzit, tha, që të vdes. Se ti din, tha, që jam siguri. Tha, ti e bashk, ai të aman dëshmitar, kur më kanë reje, më kanë marë policë, mi tha me emra, Markovici, Trajko, kreta ta. Tha, po, diçka tha, po vjen shumë zorë, tha, nuk e dija e kanë shi shpijen, baba, baca edhe ina. Po ta shina shkëtu, tha harrova, po tha baca vetë atje që 2 muj, nuk e di, tha, kur do të vinë njerëz për pamje, tha. Tha, nuk e di, a do të gjerë shpijen e pastër. Pak për se me dek të baj dërë? Po, vallahi. Edhe tjetër shka. Lap, dush më koni fort, dush më punu për fëmijët, jeta vazhdon. Për këtë do t'im rënda. Edhe janë edhe organet shtetërorët, më thënë, janë në DNI, padia është ngritur. Edhe dyta send më tha, do të publiku me më kuptu, me më dëgju, jo me më gjiku. E tani me më gjiku. Edhe me më kritiku. Sepse, ku nuk dëgjojnë deri refimin deri fund, dalë shumë keq. Edhe më tha kështu. Tha, nuk kam rritu mi rregullu, tha 2 djemë me shpijen. Thash, mos haro, edhe mos baj dert për këtë gjë, se unë e ku më ta kry, edhe për mu, edhe për djalin tjetër. Ta më hajë besën, po. Edhe komplet tokë tani, preku shive, i kom bot 2 shpija, po një shoku për 20.000 euro më ka qitë kurth, edhe më ka marrë shpijen mas. Ta ka marrë shpijen? Po, më ka marrë shpijen 300.000 euro. Edhe tash janë organet shtetërore. Jeni në gjësh? Aja ka, nuk e di, nuk u të me folë ma shumë, sepse... S'mu më shpër folë? Po, ato e din organet... Ty edhe me investimet që i bone këtu në Makresh, njëherë ja dha shumë hap 160 shpija, kretë VIP të ble edhe ma ndej dhe shka u rotullu puna, shka ndodhi? Jo, falni për këto që emocionova pak, sepse nuk e bëra për me viktimizu vetën, po... Kuptoj, ma beti vetë është... Ku po prek babën, une, prandaj jam shumë emocionum. Dhe vetëm ata që se kam babën, kam me më kuptu mu. Jo, ona ka qenë dhe hështë, më thonë, jo, ona kësaj lagjës, është shumë e bukur, shumë mirë. Sigurisht që ne s'kemi ditë qysh ecë me letra këto gjana, tani me ku jena mësu. Edhe pronar jam vetëm unë, nuk ka pronar tjetër. Tash do të niset projekti tjetër Femi Ramadani, nër Allegro. Do më thonë, është pjesa e Allegros, kurse aty kanë shumë klientët, jo borgjë, po obligime kur ta përfundojmë në lagjën, sigurisht. Janë obligime të mlaje që më kanë mu, edhe unë kam disa obligime. Sigurisht kom pas disa bariera, po tash jemi mirë, ajo shit komplet, projekti është në finale, finisioni është pak më i delikum se ato fillim. Shkon Magadole. Shkon Magadole është... Do më tonë më probleme nuk i. Ja, me financa, me gjitha mirë jam... Borgje këtu... Se ta kam obligime dhonë, po më kanë edhe tjerë. Kam edhe bankave që kom marre, kam edhe shoqërive që kom marre, ka pak që më kanë dimu. Po tash mirë jam, do më thënë mirë jam edhe... Je stabilizu? Po. Nuk kam nisë me njetin keq, kom nisë me njetin mirë. Po s'kom njoft njeshtra, s'kom njoft që shkon kjo punë, edhe pak më kanë... Je hi pak në biznes që s'duhet, në ashtë edhe? Pa fillim për shemë më kanë shqitë mu me rrymë. Tanis kanë gënyu, s'ka pasë rrymë. Kanë shqitë me rrugë në qasje kryesore, në rrugën kryesore, s'ka pasë. Tani ku më qeni ditërushë me bletë tokë deri që rrugë
Për me është i rrymen e kanalizimin. Kareta ka kushtu me mija. Më thënë, po. Por këto gjërat Që kjo është kundërton në mal, por plesh s'kan thonë, badjova me se merr malin. Ose ku shkon mali pas akic. Po dhe mali pas akic, po. Po e kënon edhe një kongë diçka? Po marrë që shjo. Çka do më na thush tash? Unë kisha pas dëshirë me këndu vetëm me harmonia, një këngë e cila babai im, se babain e kom pas këngëtar, ka këndu me shumë këngëtar në aso kohë, ka qenë një tarambukës i gara shumë bukur, edhe fatkeqësisht që nuk kam asnjë kaset atina. S'ki kaset? E kam pas një shoku, një farushdis Okoli, këta ma kam pas dhënë, ka ne shumë me një familje, edhe ata ma patë dhënë një kaset, po unë e ku mund. E ku është ajë kaset asdi. Ka po, talent ka pas shumë të madhë. Ajë dhe, dhe më thënë, gjyshim, ala i bjen klarnetit, është ala gjallë, është kënër mirë. Agja jem që është gjallë, Milaimi, sa bukur, nëse kom di që këndon që është bukur një dit, ma ka ftof me këngë të Shqipërit mesme, qaq tekste dike, edhe jo me stonu, tamam, kënoj ke mirë edhe javash. A bornon? E pa të këndoj një këngë vetëm me harmonia, për babën tim. Ato e ka pas që shumë aj. Hade special. Po pa tjetër. Në kujtim të babës. Kam dire shumë. Po. Prej zemonit jem tani me paj mushura 20 vjet kakon prej Perëndise o me marruje për gërbe kakon prej Perëndise o me marruje no hajde për gërbe. O ky gërbeti por të pojrone o ja baci o në belte unë o për pajnjot të pas ditë kërkjene Valisat po e të një mu e për e njët ma stit kërkjene Valisato po e të një muj Falderës falon
daldyshe ka fluturoni o po jo japni parosi Shëretimi kur kaloni o thoni kap tek qaj djalo i ri Rahove citim djaljem kur kaloni Athoni kap tek qaj djalo i ri Shëritimi kur ka S'moj valon mo Loni Athoni kap tek qaj djalo i ri Gala. Po, Me fal, dhe ju po ishte... me mërzit edhe neve, me shpirë të kiknu. Kjo kënga ka qenë gjithmonë e dashur, dhe më thënë e dëshiruar prej ti, edhe e ka dashur shumë, edhe më duke që Zoti gjithmonë e skanon, edhe e bën jetën për çdo kon, edhe diçka ja tregon para se me ndodh diçka, ja para tregon që kanë me ndodh. Emocionet nuk nalen, lodhet nuk ndalen, sepse janë lodhet vërteta, jo lodhet krokodillit, disa që e quajnë. Se tash kërkova dhe të bëjmë pak. Besoj që dhe shpirti jot po kërkon të bëjmë pak ma humor, sepse do të shkon krejt. Po emocionet e bojnë vetën, nuk kem shama se historia jonë vetë o shkru për mes kongës, edhe se cili e gjonë vetën ose një pjesë të historisë vetë në për këto kongë. Unë besoj dhe konga, sigurisht që është vaje njeriu dhe shkonga, por unë besoj edhe ushtria jonë kur ka luftu me këngën Oj Kosovë nëna ime, një setrimi për Gyrbet, edhe shumë kënga, është autori këngës, një është në Amerika u Australi, një setrimi për Gyrbet se ku marrë drejt autoriale me këndu, është Beamër Mje Kiçi. Po qysh ka emër tash ku marru, vallaj, se e kom gjetë se më gutëshin pak që e këndova, tash mos ta ceki kush, edhe tani ku e gjetë autorin e vërtetë, më tha, që ku e kje në shkrimin, në rregull, më tha, me këto konga ne kemi, besoj që da jam që ka qenë ushtare edhe komandanta Frimundozi, edhe ai thoi që motivim më të mirë na jep kjo vetëm konga. Konga, muzika, plot e ushtarët, edhe thoi që motivim konga posaçërisht kur e këqyrshim komandantin tonin dhe Micin, edhe ai me këngën një niske Oj Kosovë, Shqipërinë e dua, ta si mu konë 5.000 ushtarë. A nësë ishim të gjasë 200, as 100. A I kthejem tash pak muhabetit Big Brother, se sa ma shumë unë veç përpres këtë më bën telefoni prapë të më tirën tojnë. Apo shkojmë bashka atje me në shkujta? Ha? Apo shkojmë bashka? Apo vjerën dhe ti? Ja, unë kam shumë respekt për Klan Kosovën, për formatin Big Brother, për Nard Devolt janë shumë të mirë, Olsa është shumë producente, krejt është super program, po unë jam plak, unë e flej heret, nuk jam fort për këto formate. Se me qefi sharë. Po unë mendoj që bas një teksti që më bënë të këndoj Talava, unë mendoj mendimi im është personal, mendoj për dy të skenës tonë, varzisht a je një aktor me diplomuar apo jo, po unë mendoj që muzika dhe sporti nuk është dhe me shkollë. Shkolla e përmison, po është lindja. Unë mendoj dy persona që nuk janë hargjum, njeri nuk është gjallë, një person, e ju jeni gjallë. Për mu është cima që nuk ka qenë i pahargjuar, si pas bindjes time. Aktori, sa dhe shdoti e ka shumë me edhe ju, bas ati teksti që më bërët, edhe 4-5 meter, e kom lexuar me vëmendje, thash ky njeriu nuk është i hargjuar ala. Ka me dhënë ala. A tekstin që ta kom shkruar se na kemi bë plan, masi e ka organizuar dhe protestën,
Po. Edhe ke shumë protestë interesante me bluza, me majica, me ajo ke veç reklam edhe për Big Brother edhe për Labin. Mi thash Lab kur masi po vjen Mysafiri në emision, thash po bojmë një parodi, një tallavak kështu me tekst ta shkruaj unë që don. Edhe që të pëlqen e këton, që s'pëlqen. Jo më pëlqeti shumë. Teksti perfekt. A do me kënu që tash? Po më rekomendash s'ka problem. Olsa, kjo kongë shkon vetëm për ty. Ama mos më ndua ajo. Ha? Është një Ja, konga është hajgore. Konga është hajgore. Mos më ndu se unë e pash që është e prekshme shumë. Edhe ka të drejtë se... Ja, s'është. Orkestra e në gati? Tallava kënojmë, unë do të me lexu sepse është... Ja, e di se teksti në me kuptu. Ma jep një mikrofonin, lutem. Që mikrofonin unë. Tallava në A-moll. Tallava me A-moll. Në A-moll. Po, falënderit shumë. Falë. Apo shet që nuk të respektova moshën tënde, edhe që je majeri se unë. Jo më shumë. Që më ishte ti, po jam... E tash, një pyetje për kur. ty para se me bitë gjitha që nuk më ke njohë për sa afërmit. Po du me ditë në fund me ma tregu me 2-3 fjalë, 1 minutë, çfarë bindje ke për mu. Në fund ato e le. Në fund, okej, mu edhe tash me të kallxu, po pilojme në fund. Po. Hajde orkestra. Opa! Sierra! Ai! O hajde shumë, hajde shumë në vlasniju. Sot ju knova hajde, o me përëziju. O kjo sajde, o më pjani triju. Jetën poj kajde, hajde me janëziju. Vetë më tiri o hajde, hajde i të riste. Pse s'po tono hajde, me mështi në liste. Pse tuka tek me i, me zonë. Dhe në umo hajde, me umo. Olsa mua me ti. Se t'ka kapo hajde, ka si kileje ti. U po mli po hajde, u kret mileti. Kënoj për pikë, ti mua beti. Se s'po tënë me po, e unë skandale. Me t'i gjeste, unë i boj viral. Do me zorë, besa o me hatër. Unë me i në hajde, o në pijë bralër 4. Jam këndar, e qaj muzikën. Konkurenca hajde, a kanë frikën. Shokë, shojin, si bizis me. Femrat shojin hajde, si maniken. Hajde maestro, oba. O portatier, unë jam kon si zot. Kamit puna e vjet. Kabim kanë po edhe vjet, apo? Bravo. Qestin e nëzoren me marri
Banur ma të miro hajde Motor miletin Distin qkat ka kap Bicikletin Vota me miliona Se I kam shok Kret kampiona La bregja Ta bjek likim edhe shikimet La kampioni Ta fiton o shmimin Mosim në qjel Pas prit pat me pas Unë jam lavdroci Ej ti dada Rasomur Bravo! Kjo ishte vetëm humor, mos na marrim për të keqe. Besoj, sepse Teksti u shkruan kuadër të lojës këtë. Loja është. loja është. Si protestat që ki bo loj, Nuk ka inati në këtu në Big Brother ose në do një reality show, sepse gjithçka është loj. Ama loj pozitive. loj reality, pa regla. Kjo loj s'ka Pa regla. viktimizu. E ta shmimin aty në teksta që kemi fitu. Që e fiton shmimin me shqetkong, Paka? jaronit një gri. Anë veç të tatime, Pak. të kës, unë t'jek. Okej, pak që aty sa me pas. E kuptova. Qështë jetë kismet? Unë besoj që Njerës protesta ka bo, protesta doj me bo apet, dhe sot ta shojmë labin mrena, edhe tiketën të dha policia. protestet, tiketën, edhe tos do t'a tregoj sepse ishte një skenari im, i skanuar shumë bukur, shumë mirë, pa ditur policia, kam thirrë ndoshta edhe vetë. Ndashta. Këto është vetëm 5%. Aty mrenda do të bëjnë shoqë sepse më falni. Unë prerë të parë sepse du shumë, unë nuk du ty si person që je, unë du punën tënde, ta vlerësoj punën tënde, ta vlerësoj atë që ti e ke. Edhe ti kur do në ngrit edhe zbrit njeriu. Bravo. Unë mendoj ashtu, mendim im. Unë ta them që që 3 vjet unë jam të përcjell Big Brother këtë botën. Për këta shqiptaris, mu më duken asgjë hiç. Si me shku me pi kafe tash edhe mu kthy. Ani pse Sulejmo është Big Brother Italia? Do të thotë Rafaelo. E kam 630 km prej shtëpisë time. Larg. 700 km, ashtu diçka. Po nuk di italisht unë me fol, di frangjisht. As di frangjisht. Di anglisht pak. Gjermanisht jo mirë, po di deri diku më kuptu. Po s'do të thotë që edhe jo. Do të thotë jam I përgatitur shumë mirë, edhe jam shkolluar psikologji barcelor përgjithshme dhe master organizative dhe sociale. Organizative dhe sociale. Do të thonë e di si organizohet puna edhe si bëhet pa u ndirë në fund çdo kush apet ka më konë lutur pa dikush mos me zënë gjumin 24 orë pse gabova, mos gabova. Do të thonë atë ç'i bën kjo. Jo me mashtru, fal, pozitiv. Më ja tregu do të thonë shkollimin e tij, intelektualitetin e tij që se ka, edhe në fund ai vetveti mu të rreq se s'ka më në fuqi. Ti po mendon me zhvesh, do të thonë ata që janë me një famburë me zhvesh, me hek si po unë ta them që ku ishte të skenari. Hajde pësekim polici që ka ardhur. Asi skenare, kur do t'jem brenda, do t'ket s'po them 1000, as 2000, as 300, as 100, po do t'ket 40 skenare asisoj shoqëria ime, do më thënë, ne do t'jemi aty brenda të organizuar. Jo, ne do t'jemi brenda sikur një kryetari komunës që bën kampanjën me ekipin e vet. Bi 200 veta ose 100. Nuk është cili me inë brenda me viktimizu, sigurisht për vëmendje, kush s'ka që vëmendje. Kjo është marrë turp nëse bono real, thuj vlla. A di çam pegon mua, çam pegon diçka prej shumë ashtu quajtur VIP ti këto kera, diçka po më pegon aty. Po më pegon se të më ka thirr po s'di atë shkoj. Po pasha zotën u mytën tu I shkruajt njerëzve a më bone, sikur do shtë edhe unë. Thojza. Bono real, trego. Edhe çka është më I keq, kur dalim prej atyshit, ai nuk ka dhënë kur gjo, edhe plus e lojmë fajtor producentit, produksionin. Nuk është rëna në ato këtë fajnë e vetë dojnë me mshef se dras
për sukses më të fortë reality show, këtë rast Big Brother Kosova që është, nuk ka veç kush rën. Ka njerëz të cilët Bovakien harru prej publikut krejt kanë bërë kthim. Ka njerëz të cilët s'kan mujt marrë shprehje kërcysh përmes Big Brother i ardhen. Po tash ganimete e bazë, unë e du shumë si personalitet, si këngëtare. Falni, po ajo kohën e fundit nuk ka qenë aq aktive. Sigurisht, do shta s'po them moshën, se ajo mu duket mu më e re. Jo, Ganja është aktive, ka dhe misionin e vetë që bërë me tani, bas Big Brother, jo para Big Brother. Por Big Brother i ndihmon të tonë, po. E mora shembull, di pse e mora shembull, sepse unë kam raportet mira me vllahun e saj në Francë, edhe me ato, kështu që lirisht nuk gabova kur gjë. Por e them që ata merr mendja që ti në qëndrimin ton Big Brother ki minimu ma tepër vetes me u zhvillu si njeri apo si këngëtar. Kuptëm tash mirë. Do të thotë ai tu dosh me një Big Brother për me kallëzu çfarë kapaciteti kit muzikës, as çfarë njeri. Shumë mirë. Apo e kundërta. Së pari në mëngjes do ta bëj një tash me treguar diçka është sikur ti ki treguar s'ke çka me nxjerr. Të bëj një emision timi 30 minuta, një orë. Në mëngjes ku çuash? Mëngjes po. Jo ku çuash, s'flej unë tani. A s'do me flej ti kur? Kur s'flej më shumë se 4 orë në jetën time. Kur do të s'flej, domethënë rradh vetëm një 2 javë flej shumë. Pak më ka. Po, më shumë. Përndryshe 4 orë aq sepse lidhna shumë me Zotin, bëj namaz, kështu që lutna Zotit për mu, për familjen time, për ke shqiptar të burgosurit tonë që janë ende në përburgje, edhe ata që janë me faj, pa faj, se edhe nëse është faj ka shti Zotit. Dishka ka ndodhë, po. E tash, the fjallën shumë të bukur, shumë të mire. Ma lej këtë pyetje, ma jape këtë pyetje. Brenda, unë do të regoj që jam një artist që i di, do shta nimi kanga trurin tim. Nimi? Po ndoshta. 320 këngë kam të mia personale të mia, 320 e më shumë. Të mia personale. 360 me i darsën 5 darsma ndryshe mund është me këtu. Pas mundës se nuk janë kretë për darsma. Po ka artistë që më kanë këndu dhe falenderoj, njerë ndërto dhe Xeni, po unë kam qenë, me thonë pak Ivan Bodal, me thonë Xenet ka këndu këngëtari më i madh këngën tonë dhe me djalin e vet, unë pse ma ke këndu këngën. Mirela, ku është ai krenari me të këndu një këngëtar më të por? A pide pra. Fëmia, çka bën fëmia tani? Kur ka bon, kur s'ka prindër afër, më thon, prit se ai është ideoli, na kena ideol ato. Po tash. Ka kondutun çatë kur më ke thirr për spot me ta lut babën, ka kondutun me të afru me të mësu pak më. Po tash nuk është von kur. Ha? Edhe ni tash po im them, edhe njëri atje që mi bën gurat. Edhe Anisa mi bën gurat se jam bën mjeshtër më mirë sekret ata. Me pllaka, me kret. Edhe më tha çysh be tha e keni se ti me punu. Thash vallahi bilaj, më mirë von se kur. Po mirë ke. Tash apo shë që shpëtova bëj 100.000 euro prej teje, tash se vetë i bona për 1 muj me punëtor. Edhe vend me tillon tyje, mu kushtun as 5.000 euro, mu kushtun i bona. No, të 5.000 euro. Mirë ke. Domethënë, s'është vonë. Tani një unë më kanë nervozu, një mjesht Spiaceki emrin, edhe më kanë nervozu kur e pash pllaka se kam kutrullu, se kam pas menaxher, edhe menaxheri pak a shumë, ndoshta s'ka muj, ndoshta ka pas disa ku di unë çka ka pas tojza, edhe kur e pash keq kish punu. Edhe prej natit i kam bë 2 shtëpia unë vet. Ku 200% më mirë saj. Pasha Zotin. E ku ishte tema? Domethënë brenda, unë do të tregoj aftësitë e mia muzikore, që kam aftësi sepse kam kryer shkollën private në Ravec te profesori Ndjeri Jonuz Mollavda, kam kryer shkollë mesme muzikës, domethënë prit Zran. Fakultetin tash i do kryer. Ja, s'kam kryer ala Barcelona, domethënë. Jam tu kryer, nuk dëgjova. Barcelona, domethënë kam profesora shumë të mirë si Astrid Stafaja e tjerë, Ismet Bexheti profesori, shumë të tjerë. Në kushtrimi Gilanit, edhe dhe më thënë jam shumë krenar që jam aty, po i gruja piano, po mjep gruja aktore që ka vdek tash. Po Lulieta, po mjep piano. Jam shumë i krenar që pe ktheja dituri në muzikologji që para 20 vite. Psikologji kam kry. Edhe unë kam aty më rande të tregoj aftësitë muzikore që kam më shumë se ndoshta ajo, si krej. Po kam deri diku. Edhe psikologjik i kry, a? Po. Bravo. Aty mujt flas për shkak mëngjes kur nëse bëj një program i mëngjesit, një ditë për ankthim, një ditë për depresion, një ditë për reziliencën. A e dini ju çka është reziliencia? Rezilienca? Po. Rezilienca është italisht. Diçka kur e pranon vetveten me çato që. Po është njëra prej kësaj, bravo. Do të kur ti ke gjitha je humbur total, po ti e pranon ama deri fort fund. Domethënë kjo është ajo që ti përfiton. Këtë kam bërë temën diplomës unë, me profesoreshën time nderuar, edhe shfrytëzoj rastin që t'ja eroj shërimin sa më shpejt se kanë një tumor,
edhe është u shërru në Itali. Zotin i madh. Po, edhe ja është mirë, mashallah, shumë. Ajo më kanë ndihmu shumë, ajo ka qenë monitorja ime, një vjet ka zgjatë tema diplomës, edhe do të flasë për shumë gjëra, që me tani çrregullimi mendor, atashimi fëmijës, sepse ne nuk i dim. Do me thonë ti s'do me shfrytzu Big Brother veç si tjertë, veç me bo po ti do me thonë pse aty. Unë do t'japi kulturë shumë. Tani për shembull ne kur martohemi, ne gruaja dashurohet me burrin, prandaj për dashuri, për djenjat martohet. Tani edhe burri njëkohësisht është reciproke. Momenti që lind një fëmiu, ne burrat, sepse fëmiu gjithmonë është atashimi më shumë me fëmijë, me nonën. Me nonën, po. Edhe gjithmonë gjyra e kuqe ai nuk sheh, por gjyra e kuqe po ja afroja afër, ai shkon, kryja shkon. E tash, gjithmonë aromën e nënës atashohet më shumë fëmiu. Ama aty prodhohet një bela, një çrregullim familjar. Cili është ai? Se burri gjithmonë po mendon prit derisa të pas gruaja afër, kjo tash më shumë po është me fëmijë, edhe i prodhohet në vetvetiu shumë, jo 100%, po Freudi këtë ka fol, po se ai gjithmonë me atashimin, edhe me epshin. Freudi. Ju lap ku edhe Freudin pa ma citon. Po, s'ki dita. E tani do më thënë, edhe këtu prodhohet ajo një përçarje pak shumë në familje, sepse burri kujton gruaja e ka haru pak burri se ma shumë e fëmijën. E kjo është triada. E qish me përfitu, mi e spigu edhe këto, unë do të flasë aty shumë sen. Ti që she ka thu ti në gjyra kuqe ato, do më thonë, baba të leshkuq, fëmija i donë. Jo, pa gjithmonë është me nonën. Do më thonë me nonën se prej mitrës nënës ka dalë fëmiju. Edhe është atashimi me nënën. Do më thonë se aromën e nënës e ka. Po, të kuptova. Po, aty janë gjëra tjera tani është... Para se me komunikon dhe pyetje kam. Po, edhe pritëm nëse krytëm na, tani që do në produksion. Unë produksion do të ndihmoj shumë, sepse do t'ja tregoj që mund bëhet një Big Brother me shumë edukat, jo thojza, kërkoj ndjes, jo shumë për shumë shelegojen. Unë të është, a ka mundësi të ndalesh pak që të bisedoj unë? Pak ma shumë intelektualitet, ma shumë kultur, ma shumë edukat, dhe besoj që do të regoj historit madhe kam unë. Unë kam përjetu luftën, kam përjetu, tani kam gjarit të ndryshme. Edhe po të regoj pak edhe pasqyrën në dysa artistëve, një 2-3, njoni ka kërku falje mas shumë vite, edhe ja kom falje edhe mi shok të mirë tash, pje njef, unë e njof shumë mirë edhe muj me thona është anës tone, por edhe besa i qojmë njoni tjetëri darsma, edhe duhemi tash, por ka koha që aj për mem ka thonë, ka qena e momenti koha, po një dy që janë në skenën tonë që i dojmë mësë shumë ti, ata mu kanë bullizu më falë. Të kanë bullizu? Po, edhe më kanë qitë, jo i dini që Insomnia diskoteka ka qenë ma herët Exit diskoteka, edhe ajo gjitha diskoteka është me gjërat e aeroplanit. Do më thonë karikat, aeroplanit, gjysën mërënda, arkivolet që kanë ra, që i kanë pru, edhe që aeroplani, do më thonë, ato janë këtë mërënda. Edhe një ditë ata, tu dhe me rakia, ku diun qka, hajtim po provojmë qish me sprej, sa marë sprej, edhe provojshin të unë. Sprej, për sytë, 2 ditë nuk musha me pa mirë. Ajo ka qenë vite 2004-2005. Edhe një ditë u dehen shumë, 2/3, 4, edhe me pronarin, po pronari është në qona kom se ku pa herë. A me elaj është tajtor, sepse elaj. Edhe më kanë fut në arkivoli. Në zëra? Hajta provojmë, unë të shajtë po provojmë se fëmija, me kom qenë fëmija. Kam pas nevoj me knu, kam pas nevoj me mu të regu diku. E ku në gjende me pranu gjithë shka veç më kona? Jo, hajtë provojmë ato 4-5 orë aty, edhe basa saj kurse kom të regu familjes. Mas 20 vjetë tash para një jave. 4-5 orë të kanë lonë që atë? Po, edhe në basë saj, do më thënë, kam edhe dëshmitar. Do më thënë, janë gjallë dëshmitar. Basë saj, që ka ndollë, do më thënë, unë kam... Komptartë njoftë të njëna? Po, s'kenës tonë. Zdo mi kalzua, me? Ja, s'munit ashtë. Nuk është diçka... Nëse unë të regoj tani qëka të regoj mëranda, do më thënë për këtë... Ani, unë i këqy, kush ka kënu në 2004 të në 2005 në atërë dhe... Aty ka bashkë, mujme qenë edhe gabum falë me vitet. Nuk e di se për para kom kënu Hollywood të Aslani, që e du shumë atë njerë, nuk e kom pa 15 vjetë, po nuk ka upë kontakti, po shumë pronari, shumë ka qenë i mirë, shumë më ka respektu, më ka da shumë.
A mundi falenderoj diskotekën Somnia. La veç një pyetje para se me nis me kënu diçka tjetër. Cilin prej ish fituesve të Big Brotherave edhe në Kosovë edhe në Shqipëni, kishe pas shef me pas kundërshtar që ta mermene që kishe mujtë? Shiko, intelektualitet, se unë kom pas rastin me taku Luizin për shembull në Paris kur ka jetu, kom kënu. Ka kënu e laja aty, ndoshta ai ka arru, po nuk kam arru. Ka qenë në periferi të Parisit, kena këndu bashk. Flas para shumë vite, jo tani. Ajo është për këngë moderne, këngë serenata, është shkodrane, është këngëtar i mirë. Po. Gjesti ka shumë talent oriental. Këtu jam keq kuptuar edhe një herë televizion, edhe isha shumë qef me fitu Gjesti Shqipni, ndoshta kam fol pak më shumë se që besoj që po. Edhe desha me dhënë favor me lëbu për Gjestin në këtë radhë, nuk më ka falendru. Kam pris pak një mesazh me dërgu se shumë kum lëbu për atë. Por s'ka lidhe, halal, sepse... Unë ide s'ka mujtë krejtë, se krejtë kanë lëbu në ashtë dhe... Unë nuk e besoj që do të jam më mirë se ata, po unë do t'japi diçka më shumë se ata. Po kënë kishe pas shef me pas lojtarë që të kishko, ha? Të dy. Të dy. Po ka pas edhe fitus tjerë. Stresi u konë fitus. Stresin e kemi favorizu edhe kom lëbu, edhe me pare, edhe me pare, edhe si shok, si jaran, une me shoqni, edhe që nuk ka edhu pak vedate se kena Londër ravec, po valaj tash Londër, po une shok, nuk jam besprem. Shok vlau. A dhe më thonë ma shumë e do shokin se Londrin, a? Londri mundohet me motorën time, ama... Po dhe me shokin mund është më prish? Pa jo, shoku i vërtet nuk dohet kur, edhe nuk është... nëse është i vërtet, ta ma në shok, edhe nuk, unë e kam që prej rriti 2 meter me shok me stresin. E shoqe? Me kanë? Shoqe, po thonë. Me shoqe? Po? Ja, nuk... Me shoqe nuk prishesh. Qyre, nëse ndana une me shoqen time... Jo me shoqen gru. Me konë mëra? Pa që po me kam me... A, do një femër me shok edhe me shoqe, po thamë. Tash me shoqe nuk kam shumë, kam shoqe kështu Amerikë kur shkoj Angli, kam disa shok, i përshëndesi. Këti pas ke shoqet i pas ka anglisht. Këtë Arifin, Majlinda Dada, do të me ftu Majlinda, se është këngëtare ndër maj mirë. Kom të më thuj shti kom i ftu, se ti i di sene. Edhe i përshëndes shumë, i përshëndes fëmija Ramadanit, cilë më kanë ndihmuar në verë, Krasniqi, Belgjik. Do të thonë, kam shok, ama ta shok taman 20 vjetë, se... Edhe ku po më shajnë nona do njerë për i thamë, bez diqka ku po më shajnë, a din të palidhe i thamë, ajse të zo si Londër, si baba, ama është pa ndërgjeshme kur shanë dikush grujen. është pa ndërgjeshme. Ki kap një temë që s'kisha pas qefish me folë, se shumë e kanë bo tash ka vjetë dhe a je dakord me mua jo. Dhe më thënë, nëse flasim në mënyrën shoqërore, në shoqërinë tonë, unë e bëj apel për mes televizionit tuaj, emisionit tuaj gjigant që është, sharje ofendime moni. Folni bre fjalë konstruktive kontra, do më thotë sepse nëse është jeta reale, nëse është jeta gjithë diçka, jeta është luftë. Nëse është jeta gjithë parajs, nuk është jeta interesante. Ja, parajsa është mas jetës. Nëse fiton. Nëse është jeta kretë një bukur, nuk ishtë dërgu edhe Zoti disa rukje, disa jetë kuranore që sepse çdo çka bëhet, sepse jam shumë lexuesi i besimit islam. Shumë. Hajde ti me mu, nëse doni me kamera, te vetura ime që unë eci jam për Tokyo me një Citroen 3, edhe po të bëj beqet e une nuk ka këngët, vetëm çka është për Zotin. Dashve të besimit islam, katolik, ortodoks, kreti respektoj, po jam besimi islam, edhe i mundonami për kushtu 5 shtillat islamit. Klumt, pak muzik. Sa du shtit, na jemi këtu tash. Kalle. A jena me qira, apo jemi pa qira? Jo më pa qira, jemi në shpia jonë është. Do të këndoj Valon, diçka që gjithmonë aty ku është Labinot Regja, me vëllezërit e vet, ne këndojmë pak më ndryshe se të tjerët. Edhe dars më bëhet pak më intelektuale, mendoj. Shkojmë. Vajta, kalova, gjithë kalabrina, asku stakova, si më Shqiprine. Vajta, kalova, gjithë kalabrina, asku
sime e lume ha! E lume për fatin tone se zemra ime po vajtone e dalu pa kome të vërtetë se zemra ime beti shkretë. Opa, ajde maestro! Ajde Kosova, Shqipëria, Macedonia! Vajta, kalova gjithë Kalabrinë, asku sa koma si ma Shqipërinë. Vajta, kalova gjithë Kalabrinë, asku sa koarion o si vendin time. Bashku! Tima një shaqe në dorën time, jashata një arreshtësime. Tima një shaqe në dorën time, jashata njëre arreshtësime. Ajde publiku bashku! E lume për fatin tone se zemra ime po vajtone. Vajra! E dalu pa kome të vërtetë se zemra ime beti shkretë. Ku jemi tash? Shkëmësi Dridhe t'u ndesha mi me leze si në zane bukur e po më vjen e bukur e më bush madja kur kërce sor kalja. Dridhe u dhe shami ajde me leze si në zane bukur e po më vjen e bukur është madja kur kërce sor kalja. Zane bu po më vjen e bukur është vanja kur kërce sokamja aman po tu ma kuqe moj peloma pan me syma pan me do tu ma kuqe moj peloma pan me syma pan me do pan me syma me do preterionin e obor ma ban me syma ban me do predjalin e obor. Ajde! Kale Presheva Žunica! Ajde! Që? Kale Trnovcima!
tre O pasha dështrin Do ma qifte Do la përqa Aman shoko Javana Bashku Par qifte Do la Aman shoko O qiftene Me gjithë sakanën Më shoko Javana O qiftene Me gjithë sakanën Aman shoko Javana Valon Ne shkum, dëgjoj, ne shkum pra në fillim shkum pak Shqipërit mesme Shkum Kaveriu U larguam dhe shkum jug atje Po nuk mundemi pa e respektuar dhe Drinicën Të lutem A shkojmë maestro, ti jo dini programit ton Mora fjale, mora pakun, mora qakun Me i thurkan Me i thukan basi legendari Ti këndo Ti këndo ja te mi ashari Ti këndo Hajde Ta savje Opa Ta savje se prekasin I dhere qaku Ta savje se që drenica Ta savje dhe Mitrovica Ta savje Qohade I soqte më volit në birbila Qohade Po thoj lule trandofila Qohade Ajde Shqipe, majësia mave Jasha Shqipojna E ti them se qaku I tia Më shvetliria Që ka O në Kosovë Priqendrini Kjo liri Ja fladiti Padhin trimin Ja fladit Bashk Mora fjale Mora pakun Mora qakun Me turkan Me thukan Legendari ti këndo Ti këndoj ma kimra ma tani Toni mici ti këndo Faleminderit shumë. Son të ekipot tamam show, a? Shiko, ne orkestra ime ne nuk kemi mundësi dhe nuk e bëjmë që darsma të jenë gjithë natën vetëm zhurëm, hallakam. Ne mundohemi që darsmat, sepse ata në atë moment kujtojnë se gjithçka u bë bukur, gjithçka u bë mirë. Bas një javë, 2 javë, momenti që ata do t'i marrin DVD-ja, do ta shohin mirë që aty ka qenë vetëm doshta thojza. Kuptomi mirë, nuk e thash gjitha darsma, ka qenë zhurëm, allakam, por prandaj ne, kur e shohim që atmosfera ka eskalu, edhe mundohemi që ta qetësojmë, edhe të marrë, ta këqyrim çapo ndodh, I këndojmë do këngë, e prandaj para se me këndu, para se me shku, e tani do të këndojmë edhe çka bëjmë darsma tjetër çka. A mund të vazhdojmë? Po. Unë kisha pas qef që me qatë të këngë të fundit, me e përfundu në emisionin. Ma bet bom sa dush, muzik bom sa dush, që tash po foli vetë me Olsen, tash unë pëthiri Olsen pëthom me të pranu Big Brother. Ashtu, ha? Po, edhe se dia kina i santi me thonë për fond, unë e majta në mandë që tha qëfar djalli të do ka. Okej. A mbete? Pa tjetër. Edhe orkestra ime. Erioni është për një familje Zduka, muzicient, muzikant, shumë të njohur. E Korani, babai I tij, Xhaxhaj është e Korani, bateristi shumë I njohur, edhe shumë tjera. Nordi është për një familje prej ardhe prej Dibrës, të madhe, të cilat dajt e tij janë Vllazër Seferi, janë muzicienta ndër më të mira Shqipëri,
me shkollë, me intelektualitet, më thonë, edhe Zoti që e ka Edhe dhënë, muzikën po perfekt. muzika ata janë shumë mira. Bajrami është për një familjes shumë të gjerë dhe të mirë, të edukatës shumë të madhe, përndryshe është daja i shë besimit në Ravec. Edhe Ajnuri mos me fol, çka me fol më shumë se është një muzikant i Ferizajit, që çdo kush, edhe ndoshta edhe ne kena me hezitim, me shumë fanatizëm ta marrim për vetë. Është Bravo, ju lumë djemë sonte. desha ta bëj një prezantim kështu. Shumë mirë. Allegro Band janë, me labin, tash për fund do ta kollin lab. Më vete, Po. unë gjithmonë kom menduar që ti je një djalë i mirë, që ti lufton shumë për jetën tonë, për suksesin tonë. E tha që fatkeqësisht pa bab nuk ka pas kush me të mësu. Ato gabimet tu kanë bërë krejt shkollë, po pi ditës kur folem, ditëve të fundit, po të kallëzoj që qafse vazhdon kështu, je edhe showman, je edhe këngëtar, je edhe artist, edhe je i shkollum, unë mendoj që karriera jote, edhe pse është 20 vjeçare, hala që tash ja ka nisë. Faleminderit shumë, të lumt. Tash kemo bo shumë i madh. Allah inshallah. Vet publiku let na A kallëzon. mund ta them diçka? Inshallah të gjithë që luftojnë, edhe nëse ka me pak për mu, ai fundi inshallah unë. S'duhet modërzu kur. Orkestra. Faleminderit, kallne që. E pra, tash po Dina që në Gjakov, shkona një mi, s'muna me këndu, ashtu gjatë natën, pa këndu disa këngë të Isuf Mizirit, Misim Leles. Gure pi guro, e to kaloja, hajde Shqipe, dit për dit, o poshto e se më doja, fjalla pi fjalla, vetet najqe, pasi pari o vlaqe, e belon vete, fjalla pi fjalla, vetet najqe. Pasi pari o vlaqe, e belon vete. Hajde! Bravo! Me dy qalo me peperone, qesh mua betu prezot një tore, fjalla mi fjall, betet najqe, pasi pori o vlaqe, belon vete, fjalla mi fjall, betet najqe, pasi pori o vlaqe, e belon vete. Rrethëm rreth kalase, këndon kumria, Elbasani bukur, Elbasan, për te na ma shasere, metalurgia, Elbasani bukur, Elbasan, për te na ma shasere, metalurgia, Elbasani, hajde Elbasani bukur, Elbasan, zbashku! Vajza si sorkave djem si Pedrita, edhe këngë vave ane po, syr për me qyra me zulloj në drita, Elbasani bukur, Elbasan. Vajza si sorkave djem si Pedrita, edhe këngë vave ane po, syr për me qyra me zulloj në drita, Elbasani bukur, Elbasan. Budini kesh komi kavas, hajde ju do shpia, hajde
O dila ti o moremune fu se puciruta ajde gusho per gush ajde puciruta ajde gusho per gush ajna Gjakovë son da jo o jo s'ka tek njur kuqa e Gjakovës o merë me madhe kujtoj moj galinete o jo s'ka tek njur kuqa e Kosovës ganimet moj krenaria josh o jo s'ka tek njur kuqa e o merë me madhe kujtoj moj galinete o jo s'ka tek njur kuqa e Gjakovës ganimet moj krenaria josh Gjakova, kuj kira Gjakovan o jo s'ka tek njur kuqa e Gjakovës o me male kujtoj moj galinete o jo s'ka tek njur kuqa e Kosovës ganimet moj krenaria joj ajde maestro, shkoj Goni sok, o that's what I was needing. That's what I was needing. Oh, 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 oh. E me klono Kosova sove, me tirana liye, o me puskruja liye. Shumë dushmona, qëta dushmona, o i ka bohaval Shpeta koj shimo hajde, o Shqiprin e mal Oj non, në Shqiprin e mal Ta gjupnova hajde qifteli Kjera qiftelia Kënë në labi, o një djari sot një Tas me nordin e pako në preshet Besyjet atje gjithmon kena pjek O të kloshat atje preta e mame
që hajde e kena toni micim Abdullahin edhe Mizairin edhe knoj Viktorin për ditjeve të vet O që i kalono hajde me lete amane O amanet o hajde pas kalon për zgjall Kur mos me tratu o hajde o raho me qirbarë O tash nuk nota o besemër moja nohe Mala Show.